Albian Hajdari ka vendos me zemër, ka vendos për Kosovën, për shtetin e prejardhës e tij. Unë i falenderoj prindët e tij, fillimisht të cilët e kanë rrit në frymën e dashurisë për Kosovën, edhe pse kanë lidhë atje, edhe pse jetojnë atje, edhe pse ka qenë i Zvicrës, por sigurisht që Zvicra e kupton çfarë do të thonë lidhja e gjakut, çfarë do të thonë prejardhja dhe shteti. Është një prurje e mirë e radhës që ne sigurisht që do të vazhdojmë dhe është fat për neve që kemi shumë futbollistë të tillë, kemi futbollistë kulminant tashmon që janë të nivelit më të lartë. Është shumë mirë që është bashkë me Fisnik Aslanin dhe me Leon Abdullohun në Hoffenheim. Uroj që të jenë të tretë, po ashtu siç janë duke luajtur në Hoffenheim, të janë edhe në formacion të Kosovës. Absolutisht nuk ka përplasje, as nuk jemi të përplas. Kjo është gjithçka mediale, na jemi në raporte jashtëzakonisht mira me Zvicrën. Ju uroj suksese Zvicrës. Sigurisht që Zvicra i zgjidh më të mirë e mundshëm, por edhe na Kosova i zgjedh më të mirë mundshëm. Tani është rradha jonë sepse kemi shumë futbollistë, shumë talent në për gjithë Kosovën dhe do të vazhdojmë kështu. Duhet ta kuptojmë që Albioni është një 21 vjeçar dhe sigurisht që e kemi për gjatë kohë, domethënë, për gjatë kohë në kombëtare. Duhet të jenë me 10 vite më shumë e kemi një futbollist i cili mund ta ketë një karrierë 10 vjeçare dhe më shumë në kombëtare. Po gjithsesi është më mirë të themi që është në duhet se sa në zavendësim se nuk do të zavendësohet Ramoni tash.